Selam aleikum, hoxh, macet që janë krejt zeza në përëbar, a janë shejtan? Aleikum salam rahmatullah. Jo, nuk janë shejtan. Duhet mos i keq kuptojmë hadithet, ti mbledhim krejt tekstet fetare në një vend, pastaj t'japim një dispozit të përgjithshme për çatë çështje. Na themi pejgamberi alayhis salam na ka tregu se mundësia për mu personifiku shejtani është ma shumë në qenin e zi dhe macën e zezë. Po nuk do me thonë që çdo macë ose çdo qen që është i zi është shejtan. Mos ta keq kuptojmë, mos të paragjykojmë, mos të analizojmë gabim. Pra nëse dikush e ka një macë zezë dhe një macën e vet, të shumë në rregull. Mundësia për mu bani një agent, ose një shejtan, në këtë formë është ma madhe se sa në forma tjera. Po ne nuk thëmë se çdo qenë dhe çdo parimisht është shejtan. Pra më si përzimi.